Prenda Çuni Klekaj Qehaja, nga katundi teta i mërturit, ishte 9 vjeç kur ia vrante atin në rrethana misterioze dhe pak kohë pas tij i arrestuan edhe 2 vëllezërit, të cilët, ndërsa i kishin lidhur në 2 pemë gështenje përballë njëri tjetrit, të madhin, Gjeloshin, e kishin detyruar të shihte skenën më të tmerrshme që mund të përjetojë dikush. Ja kishin pushkatuar të vëllain para syve. Kjo ngjarje e tmerrshme shënoi kulmin e zis në familjen e prendës. Ajo vetë u rrit e u maturua me peshën e rëndë të kësaj ngjarje dhe gjithë jetën ka pyetur pse, kush ja vrau të atin dhe pse më vonë ja pushkatuan vëllain në sy të vëllait tjetër, kush dhe pse i dënoi me këtë gjëm të rëndë atë dhe gjithë familjen e saj. Prenda është sot 90 vjeç, por ka një kujtesë të jashtëzakonshme. Me detaje, ajo rrëfen historinë e dhimbshme të familjes së saj, gjithë çfarë ndodhi natën e Shënmihillit dhe ditën makabre që pasoi, dhe mëtej gjithë kalvarin e vështirë të jetës në vijim, sepse asgjë nuk do të mbyllej aty tek ajo vrasje pa gjyq e vëllait të saj, Uk Çunit. Jati i prendës, Çun Qehaja, ishte vrarë më njëherë pas luftës në rrethana të paqarta edhe sot për familjen, ndërsa ishte i angazhuar si korrier. Ajo vrasje do t'i hapte rrugën një varg ngjarjeve tragjike në familjen e tij, e cila do të rënohej vit pas viti me fatkeqësi që do të pasonin njëra tjetrën. Prenda e nis rrëfimin e saj pikërisht aty. Kur hi partia, kjo kanë bë korrel me shu letra. Prej në Shëngjër, në ti atje në rojë, thënë shimina. Po, kur kanë njësë për rrugë me Syl Martinin, ish kryetar këshilli. Edhe kanë qitë poshtë për mi lumë. E ka morë babën tem këtu, e ka dollë këtu. 5 javë korë në më. Krytë 5 javëve ka dekë. Ka thirë me fmesheu Gjeloshunin vlanë tem të mallin. Se arshin bërgata ushtëria prezidite e poshin. Me doktor të ushtërisë. Kur tha, ko ja bani i femen kja jo. Ko fmi, tha, shitajni shëtu. Për ne, shitën mua vlanë tem. Se motrën si e kom gjallë, si shado kom tash, ishën djepë. Si ke mush vitin edhe. E ka shkrua letrën, ka thonë mirë, mërri. E kanë thirë vlanë tem, e kanë qitë mane, ka thonë, atërësë që i kanë thonë, veshna nonën atërë ka folë. Thot, ti keme dalë mu veshën ushtar ishën atërësë, si ishën polici ishvesh. Mirë bëllë, e kanë morë, e kanë qitë aty. Vëllau kë Uka, i dyti, punëtor, shpin, për ma rahat, shpi, për një ka emërtur së konë, e që në këshën konë si atërë, se punoshin, ma ishën baktin. Mirë bëllë, thot, nuk erdhë, tha, ishë na fëmi, mërë, e nuk erdhë, thënë shna Gjeloshin, nonë, pa virë në që tash. Prej asaj dite, si që tregon prenda, vëllai e madh Gjeloshin e morën brigadat partizane që kishin përrritur në Mërtur, duke e angazhuar si ushtar thuajse me detyrim. Prenda tregon se ndërkohë në shtëpi njerëzit vinin pa pushim për ngushëllim për vdekjen e të atit dhe shumë prej tyre pyesnin se çfarë po bëhej. Ndërkohë, 3 fëmijëve të vegjël do t'u lidhnin një pension pas vrasjes së të atit që e kishin shpallur dëshmor. Shkuan, bon letrat, masi 3 muajsh o 4, nuk e di që dy. Kër fjetëthirja me ronë Shkodër, nane eme e vëllau. Janë shue, kanë shkue. Kanë lidhë pensionin mua, e motrës si e kina ndjep, e vëllaut.
Prenda thot se pasi u kthyen nga Shkodra e jema me Ukën, Gjeloshi kishte ardhur atë natë në shtëpi për t'u interesuar se pse kishin shkuar në Shkodër. Erdhë vëllau prej, se kishim gati më ardhë të shtëpia. Për qa u thërën, tha mërë? Me se ketë Shkodër, tha. E leonër shpinë vetëm. Tha, po në erdhën në ne moni, tha vëllau i vetë. Qështu? Po, te kanë lidhë pensionin, tha fëmis. Mirë, po, thejët atë natë, u shue duhet të policia. I ka thonë, e kanë thirë, ata, në polici. E kanë thirë se i me 400 gjirgjit, se nuk ishim me tropo jatre. Mirë, po, anë shua, ka thonë, baba ju të dishmur, 3 fëmija marrin rrogën. Pensionin e babës, ja u ka lidhin për babës. Ardhë Gjeloshi, ka thonë qështu. Thotë shumë mirë. Uka, u të ka, tha Uka. Po u të ka. Prenda thotë se në të vërtet, pensioni nuk do t'u jepej, edhe pse muajt kalonin njëri pas tjetrit, dhe as nuk do t'a kishin marrë vesh kur sepse nëse i vllai Gjeloshi nuk do të shkonte të interesohej në Shkodër. Kur prit, shoqë të një gjyzë, vjeti. Nuk erë pensioni. Mirë po dhe thotë, se ti se si kira në Shkodër, me ushtrinë. Vlau, jam e shishko kip vetë. Ka thonë e kena shue. Më 400 gjirgjit. I kanë marrë, se atër nuk ishin telefona. Pësha kanë folë policia, ka thonë nuk e prando katondi. Shqip. Prenda thot se atë ditë në Shkodër Gjeloshit i kishin thënë se edhe për vrasjen e të Atit duhet të kërkonin aty, duke aluduar se shokët e të Atit e dinin se kush e kishte vrarë. E ka pas të shbalen, shokë qashtu e kanë pas, baba jam, thot, me shku, thot, ti ke me shku, thot, të shpia që di. Të shbalës, e me folë me të shbalën e me praltullin. Se prale tushi e din se kush e ka vra. A ishte ky një reng që komunistët po thunin dhe çfarë paralajmëronte kjo gjë? Ishte fundi i shtatorit 1946. Në fshat, të gjithë po përgatiteshin për festën e Shën Mëhillit. 3 ditë para festës, Gjeloshi ishte kthyer nga Shkodra. Kishte zgjidhur çështjen e pensionit të 3 fëmijëve të mitur, por nuk e dinte se pikërisht ditën e festës një tragjedi e re do të shpalosej në kullën e tyre. Na të Shëmhillit i thomë na, si ishe ardhë. Një 3 ditë para Shëmhillit erdha i prej Shkodrën, ne pruni rrogën, e veshe moth 3 fëmijë, ne veshi për bukuri. Ne deshke, shumë a i vlo. E mirë bëllë, thotë, a kini gati o kursan për Shëmhillit, i tha nënzë vetë. Tha, po, tha, unë ja bona, tha, sham prune gjë mua. Prit, tha, se për te vlau shedash. Ne i pruni do putë të kushe. Ty, tha, ti ko prunë më të mirat. Hash jo, më të mirat jo, janë të thashtë markut për vlaut. A ti te, tha, ti vlau t'ja dërnë, tha, ti e motra eme, po thash motra jote, po mi prune të këshia, ja nisa bërim se dole josh. Mirë bëllë, si fmi, 9 vjeç. Më rëmë 9 vjeç kina moshë. E kalue, 900. Tha, t'ja të vjemare, duhet është, tha, me bërtit, pse ja për una vlaut, tha. Aja është vlau, tha, e ka rrimet, tha, gjithë më shko, më shoshin me gjamë me ta, apo përpishet më koshakt. I shoke Gjeloshin. 28 shtator 1946 ishte festa e Shën Mëhillit. Prenda e kujton mirë ç'ka ndodhur atë ditë. Në mesditë, ajo thotë se i vllai Uka kishte prerë një berr, po bëheshin gati për festë, por dikush do të vinte e do t'ju përmbyste sofrën. Ka himrand ka drimatoshi. Mirë, kur ka himrand, tha, dhe buk shpejt, tha, daljen, tha, se jam po gërshim. Se i duhe. Po t'i prit, tha, katëre, tha, se o himrand vëllau, jam u këshuni e ka lëshu atë. Moshrinë si ka pjek i ka lëshu ma të sofrë. Tup. Thot,
Marku vëllau jam I vogël, e thërën, herdhan, e ronë aty. Kur, thot, ka thrasin ukën. Tu I brit. Ja boni ka dramatoshi, s'ka vesh e pyetje, tha, mos u mërzit një hish. Ky duhet vrape jashtë, vëllau jam, u shkova mas ti. Ka thonë, je I arrestuar. Në kosha I arrestuar, I hergallzom nise për shka jom, e të gallzohet në policia mas ki marak. Brenda thot se të vllajt I vun një litar për t'i lidhur duart, por ai kishte refuzuar. Ka hjek konopin, jo më në thau po hjek teshat e më ndruë, thasë, edhe ja ka për plas konopin, du. Ka ndaj, hajdeni se kom fest, në atë neshëm hidhit, hajdeni me hangër, tha. Atra po nisëm, ka doni. Tha, jo, ka him, kem shkua, ka him, randaj, ka vesh teshat, kur kusë lëshush në. Tu I brite, tu I piskat, u e vëllau jam, I vogli, Marku. Thot, mëre Katrin, I tha motrë sa me nona ka kokot. Mëre thot, e shtjeri më randë të fmejnë. Edhe ju ka drejt ke mjeka. Brenda thot se ai moment ishte shumë I vështirë për të. Me fuqitë e një fëmije, ajo përpiqej t'i hiqte të vëllait litarin nga duart, duke u përpjekur ta ndalonte atë çka po ndodhte. Thot, po jam I pafeshëm mërë, kanë zirë konopin, kur kusë lëshushna. Erdhe dhe motra jame, ajo modhja, erdhe mua, kapi konopin mje, e greha konopin. Ajo vëllën tam jo, ju më ka në je rëthina, hejse ku, ka thonë kape. Vëllau jam u ka thonë, kape shifmin e shtjeri manant Katrin. Se ka po në ku I tha u ve pa ma I sahat. Mirë, bëll, janë shkua me ta. Që të nuk e në hangër cilë, e I ka hangër, e përka pi, si shenë. Si shenë. Tha, për ku pi o tje, I tha, I kushin jemi si keti. Për shkuan, tha, që kje punë, Katri? Galza, tha, edhe shkoja I hini kështu në frym. Galza, që kje punë? I thënë shenë prandë ati. Tha, prandë, ka dojnë se del puna. Brenda tregon se që nga momenti që kishin arrestuar Ukën, rrugës për në polici e kishin pyetur për antikomunistët. Shumë komshi përreth I kishin dëgjuar edhe bisedat mes tyre, ndërkohë që Uka ju kërkonte llogari, ku po më çoni. E kanë dhije kojshit, e kanë dhije ka folin, janë dole, kanë këshyrë, kur e kanë hetu këshunin. E kanë morru këshunin, ka thoni, e kem shëq. Brenda kujton se ajo ishte nata më e gjatë dhe më e vështirë e jetës së tyre. Prisnin me shpresë se do të vinte Gjeloshi e do të interesohej. Ai, mbase, mund t'i sqaronte rrethanat e atij arrestimi. Por, siç dukej, më kot prisnin Dalina dhe fëmijët e vegjël në shtëpi. Ty brite piskat, as në erdhë Gjeloshi, as ai, non e me ty kokate, ty brite në fëmija, ne ka pijumi, e nuk e di, po fjetë të natën. Brenda kujton se atë natë, ndërsa ishin në ankth për arrestimin e Ukës, do të dëgjonin në derë trokitje të forta. Ajo thot se Mark Tunxhi dhe Nik Sokoli, dy prej grupit të antikomunistëve që vepronin në Arati, duke ditur se komunistët donin t'u afaturonin atyre vrasjen e Çunçi Hajas, kishin ardhur për t'i treguar Dalinës se nuk kishin gisht në vrasjen e të shoqit dhe se akuzat e komunistëve për ndue Lulashin ishin të rreme. Madje kishin kërkuar që të vinte Gjeloshi e t'i bënin bej për këtë fakt. Brenda thot se ndërkohë askush nuk I kishte treguar Gjeloshit se Uka ishte arrestuar atë ditë. Në shtëpi prisnin më kot se do të vinte Gjeloshi dhe do t'i sqaronte punët. Prit, sa. Thot, ai kushini jam, thot, ja ka dalë aty të ka drimatoshi, natën. Shëzë të më tha, kur I kam, I tha më treme. As, kur I kam? Brenda thot se pas ati ankthi dhe pritje së gjatë, e oma, Dalina, kishte marrë ndërresa dhe kishte shkuar në polici për t'u interesuar për të birin. Prit, se u shua nona eme, u ngarkua. Me ishe sallet në të shmihit si ishe, unë isë për e dullin të policia, me gjimo Markun. Po me pytë për Ukën. Kur kanë shkua,
e ka kapi I grue, e ka pas gjatë shpinë I policisë. Dalin tha, hajde kënajna. Po pse tha, dronë, thënë shënë dronë, hajde kënajna, tha. Shëndër shëbin I kje, hajde kënaj. Po jo marë, tha, ka shaj me hagër djallit. Ecë to, jo shku e ka është Imran, tha Imran. Se I Bashar Gjeloshit. I ka thonë, jo, mirë. Ka thonë, apo mja shteshe dhe te shamran. I ka thonë, po këtë po japim, ka thirë rojen, ja ka dhonë ato. U ka mërandë, nuk e kinë qitë edhe. Të ne e kanë kalëzu shok të Gjeloshit. Se harroj, thot, kur për jetë, kur ka dalin ndonja, në në eme, se I thënëshin, tu I dihat, sham ndollim delt. Se së merdhen në të eshëm, ka merdh kjo punë. I ka thonë mira shnohu, tha, himran tha, se po të mëjnë. Prenda thot se Joma nuk e takoj do të Ukën atë natë dhe nuk e mori vesh as faktin që Gjeloshit I ishte mbajtur I fshet arrestimit të vëllait. Atë natë, siç kujton Prenda, kishte nisur rrëthimi I gjithë Nikaj Murturit. Ishte dhënë urdhri se do të mblidheshin armët në të gjithë zonën. Mes rojave të armatosur ishte edhe Gjeloshi. Ai nuk e dinte që komunistët I kishin arrestuar të vëllain. Në familje, e Joma me fëmijët prisnin me ankth për fatin e Ukës të arrestuar dhe po në ankth ishin edhe për Gjeloshin I cili nuk po vinte në shtëpi. Ata nuk e dinin se gjitha I skenar ishte ndërtuar duke ja mbajtur të fshet Gjeloshit. Të nesërmen, ndërsa Gjeloshi ishte në venderoj, ku e kishin caktuar, shkojnë dhe I vendosin hekurat. Kështë roja, tha, të bashku një ka jamërtur 300.000 vetja në konë, bashkue. A I roja, tha, jë nërë, tham, kanë më duar të në hekura. Kru, janë shku, tham, kanë lidhë për kështajt, më skajtyne. Si ishin ata, më kanë lidhë. Tha, shqon ke punë, mërë. Tha, ka dalë se për të galzohet. Ndërkohë, në qeli Uka ishte hetuar gjithë natën. E pyesnin për të arratisurit dhe e akuzonin se I kishte strehuar dhe ju kishte dhënë bukë. Prenda thot se për çfarë ka ndodhur atë natë në polici me Ukën, ju ka treguar një njohuri I tij, Zef Marku. Prej tij kanë edhe dëshmin e momentit kur e kanë marrë Ukën për ta çuar tek Gjeloshi. Vetëm atje, dy vëllezërit e kanë parë njëri tjetrin dhe e kanë kuptuar se të dy I kishin arrestuar. U këshuni, tha, I kanë thonë qo. E ka kalzo Zefi, a I shoku I vetë. Tha, po gati, vesh lypi gjysh. 3 herë rresht. Tha, hajda I të kalzojmë në gjyshin. E kanë lidhë për konopi, e kanë ra, e ka gjedë vëllanë, e ka pa se ku ashtë. Edhe e ka shështë duart e ja ka bo dë vëllatë. Ule duart! E shë zëtën tha, së uli, tha, shit, tha. Prenda e ka të vështirë të tregoj përballjen makabre mes dy vëllezërve. Skenari I thurur prej komunistëve ishte mizor. Kishin vendosur ta pushkatonin Ukën para të vëllait Gjeloshit, që e mbanin aty që më parë të lidhur pas një gështenje. Ja shohin para, aty që ja para të shohin. I kanë vëndu hekurat Gjeloshit. Tha, ka thonë koft drejtësi kërkun, qo, me më qitë qadje mua. Mos me e pa të vëllanë. Janë shku kanë lidhë për kështajt. Që dy Gjeloshi, që dy Ukën për kështajt. Kajtë para zotit. E kanë robë automatik. E ka kapës buzën dhamë, thane, bake gjaku. Ska gazet për të malë thënë këmë botë. Se me e pa të zërë. E pa ditë se ka herdhë. As I muaj se ka pa kaluë 21 vjeqin. Prenda thot se pas kësaj ngjarje traumatike, Gjeloshi ka kërkuar llogari për vrasjen e vëllait të tij. Qa këtë puni, ka thonë Gjemal Selimit, tha e cëcë, se ke mojt diversantat. Më mirë të galzua, ka thasë, inë kënarë natën e në i gjinatën në rrëth shpis, kur po vinë koshak. Prenda thot se vrasja pa gjyqje të vëllait, Ukçunit, ishte veç se prologu I një varg ngjarjesh të përgjakshme në Nikaj Murtur, po atë ditë, pak më vonë,
Komunistët, në aksionin e tyre për të çarmatosur Nikaj Mërturin, kishin kryer një varg vrasjesh të tjera makabre, mes tyre edhe Fet Sadikun. Çka kanë botrë, të dërzo pushte, dërzo tjetër, krisi push kam tjetrin, Fet Sadikun edhe ato. E vran, i kara, Gjemal Selimi, ki, se surzua, thanë, e i kara, thanë, krye blumë të. Ule ka Gjemal Selimi, tonë thënë shë një kamer të, ka tha orra e ka hamë kryet ti.